Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja kur I takuam në emisionin GDP. Do të flasim për turizmin, por edhe për agrobiznesin dhe ndërthurjen me buqësin, si mund të bëjmë këto. Mjaft të ndërthurura dhe produktet shqiptare të jenë të certifikuara dhe të konkurojnë dinjësisht në tregjet europiane. Fillimisht do të ndjekim një insert dhe më pas do të kthehemi me të ftuarin e parë për sonte. Produktet bujqësore Made in Albania porisin pranin në tregjet e huaja. Eksportet bujqësore shënuan rritje me 18% gjatë muajit shkurt krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Por për të nxitur prodhimet vendase dhe sektorin bujqësor, kërkojnë politika mbështetëse drejt objektivit $1 miliard eksporte deri në vitin 2030. Qeveria pohon se ka rritur buxhetin për bujqësinë dhe zhvillimin rural në 2025, por në kaun tjetër janë vetë fermerët dhe ekspertët, të cilët kërkojnë më tepër subvencione dhe lehtësi kredituese për këtë sektor. Buxheti për rreth 15 miliard lekësh për këtë vit përfshin dhe financimin e politikave për zhvillimin e qëndrueshëm, ekonomisë blu dhe digitalizimin. Certifikimi është cilësuar si një hap pozitiv drejt zhvillimit dhe rritjes së eksporteve, pasi I bën këto produkte vendase konkurruese në tregjet ndërkombëtare. Sektori fruta perimeve zë peshë të rëndësishme në eksportet e produkteve bujqësore, ku perimet zën 90% të totalit, ndërsa janë certifikuar me Global Gap 15 produkte. Risia e procesit të certifikimit është kosto e ulur për ato në grup. Global Gap është një standard ndërkombëtar, e ndërkohë agroturizmi është një hap I gjelbër në zhvillimin e sektorit bujqësor të Shqipërisë, duke shfrytëzuar në maksimum pasuritë e bukura natyrore, ndërsa ofron investime të reja për zonat rurale. Vendosa me që ishim në fshat, thamë të promovojmë të ushqimet e fshatit që kanë gatuar parët tanë. Vendosa kemi bërë një shtëpi të vogël, po francezë, anglezë vinë shumë, kanë patur dhe amerikanë vinë, italianë, nga të gjitha vendet. Dhe unë nuk e kam besuar, por gjatë kohës që kemi qëndruar këtu shikoj që sidomos gjatë verës ka grupe shumë të mëdha, edhe turistë tua edhe shqiptar, edhe nga Pogradeci, thjesht ne nga ngele që ta promovojnë. Me paketën e maleve që I referohet çdo territori të Shqipërisë, 500 aplikuesit e parë dhe që nisin investimin nuk do të paguajnë taksa për një periudhë 10 vjeçare. Agrobiznesi është një sektor jetik I ekonomisë së Shqipërisë, I cili punëson gjysmën e popullsisë në zonat rurale dhe realizohet rreth 20% e prodhimit të brendshëm bruto të vendit. Brenda agrobiznesit, agroturizmi është një mikrosektor që polullizon. Ai lejon vizitorët të eksplorojnë fshatin përmes eksperiencës së produkteve dhe restoranteve të tij. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Gramos Osmani, drejtues I sektorit të turizmit dhe agrobiznesit Helvetes. Përshëndetje, faleminderit që jeni në studion e GTV. Faleminderit për ftesën. Atëherë, zoti Osmani, si mund të ndërthuret bujqësia me turizmin e qëndrueshëm në mënyrë që të kemi dhe produkte sa më konkurruese? Faleminderit që vërtet po trajtoni tema shumë të rëndësishme, siç është turizmi dhe agrobiznesi, pasi të dy sektorët përbëjnë lokomotivën të zhvillimit të ekonomisë shqiptare, të zhvillimit të ekonomisë, dhe kjo lidhur ngushtë me avantazhet konkurruese që ka vendi jon për të krijuar vende pune për të rinjt dhe për një të ardhme më të sigurt të vendit. Turizmi dhe agro janë të lidhur shumë ngushtë në disa dimensione. Fillimisht do thosha që vetë sipërmarrjet agrobiznese apo agroturizmi ofron një mundësi për akomodim, ofron një mundësi për eksperiencat dhe një vlerë të shtuar për atë që ofrohet nga turizmi jonë. Gjithashtu është I lidhur ngushtë me zinxhirin e furnizimit me ushqimin. Pra agrobiznesi është një hallkë shumë e rëndësishme për të krijuar vërtet një eksperiencë unike në kulinarinë, në produktet që ne ofrojmë si vend, dhe vërtet këtu jemi vend shumë I veçantë për atë që ofrojmë. Aspekti tjetër ka të bëjë me standardet e turizmit të qëndrueshëm. Pra, siç tashmë janë dhe më popullore në Shqipëri, standardet e turizmit të qëndrueshëm që ka të bëjë me GSDC apo Travel Life apo certifikime të tjera që lidhen me standardet e turizmit të qëndrueshëm, vetë këto standarde mbulojnë 3 shtylla kryesore, që kanë të bëjë. Shtylla e parë ka të bëjë me aspektin social, dhe këtu përfshihet trajtimi I burjeve njerëzore, aspektet e ruajtjes së kulturës dhe të traditës në Shqipëri, e shumë aspekteve të tjera, aspekti ekonomik,
Dhe këtu është një hallkë shumë e rëndësishme, pasi vetë standardi i turizmit të qëndrueshëm i imponon njësive akomoduese apo dhe tur operatorëve që të orientohen drejt praktikave të qëndrueshme dhe ajo që është më e rëndësishme drejt furnizimit me produkte lokale nga bizneset lokale. Dhe cilat janë përfitimet e komuniteteve lokale nga ky turizëm i qëndrueshëm? Atëherë, turizmi i qëndrueshëm, siç thash, e ka bazën tek implementimi praktikave të mira në aspektet sociale, ekonomike dhe mjedisore. Dhe në aspektet sociale është shumë i orientuar në ruajtjen e kulturës, e praktikave lokale, sepse vërtet ato lidhen dhe me kushtet e vendit tonë, vërtet ato përbëjnë atë pse jemi të veçantë, avantazhi konkurrues që ne ofrojmë, çfarë ofrojmë ndryshe nga vendet e tjera. Dhe duke u lidhur shumë ngushtë me ekonominë lokale, me aspektin që fermerët e zonës, bujësia furnizon këto njësitë akomoduese, pra zinxhirin e vlerës së turizmit, atëherë këtu përbën një hallkë shumë të rëndësishme dhe këtu duhet të jetë fokusi. Pasi turizmi masiv, përveç se aspekteve pozitive, ka dhe impakte negative, që ka impakte negative në mjedis, ka impakte negative në ekonominë e vendit. Kështu që ka shumë rëndësi që ekonomia jonë, produkte turistike të orientohen në një shtrirje gjatë të gjithë vitit, në produktet autentike, në zhvillimin e produkteve rurale, turizmit rural, turizmit e aventurës dhe shumë alternative të tjera që ofron turizmi. Kjo për ta bërë turizmin tonë të qëndrueshëm dhe sa më do pifrurës për ekonomitë e tjera dhe për sektorët e tjera siç është dhe bujësia. Dhe sa e rëndësishëm është certifikimi i këtyre produkteve, jo vetëm për tregjen kombëtar, por edhe për tregjet ndërkombëtare. Certifikimi i produkteve në fushën e aktualitetin tonë është shumë e rëndësishëm dhe ka treguar që është i lidhur ngushtë me eksportet. Pra, falë produkteve të certifikuar dhe sidomos me certifikimin Global Gap, certifikimin në grup ku përfshihen dhe fermerët e vegjël në grup së bashku me eksportuesit, ka treguar që kjo ka pasur një vlerë shumë të rëndësishme për të aksesuar tregje me vlerë të lartë. Po t'i kthehemi pak se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre viteve të fundit. Në 2018, rreth 80% e produkteve fruta perime eksportoheshin në Ballkan, të cilat ne i dimë që janë tregje që nuk kërkojnë standarde, nuk kërkojnë kualitete, paketime apo dhe certifikime. Ndërkohë që falë certifikimit, eksportuesit ja dolën banë që të aksesojnë tregje me vlerë të lartë. Tashmë ne shesim në Gjermani, Austri, Zvicër e më tej. Certifikimi është një kërkesë e rëndësishme për këto tregjet elitare. Është një domosdoshmëri, patjetër që nuk të jep në sukses të garantuar, por është një domosdoshmëri për të aksesuar. Por tashmë është një nevojë shumë e madhe që ne të kemi produkte të garantuara dhe madje të certifikuara dhe për tregun vendas. Me Global Gap, sa produkte shqiptare kemi të certifikuara? Atëherë, gama e produkteve është rritur ndër vite, aktualisht kemi mbi 15 lloj produktesh të ndryshme të fruta perimeve, kryesisht e perimet Shqipëria ka avantazh konkurrues dhe në eksportet të certifikuara. Janë rreth 20 eksportues që janë të angazhuar në fushën e certifikimit, ku ata kanë bashkëpunuar me grupe fermerësh që të mundsojnë që fermerët të kenë akses ndaj tregjeve. Fermerët tanë janë të vegjël, mbi 80% e fermave janë më pak se 2 hektar. Vetë fermerët nuk e dalin banë që të lidhen me tregje, kështu që është domosdoshmëria bashkëpunimi me fermerët. Bashkëpunimi me fermerët midis njëri tjetrit, por dhe me eksportuesin, në mënyrë që secili të ruaj parametrat dhe të kërkesave që kërkohen nga certifikimi. Kjo ka qenë një hap shumë i rëndësishëm në mënyrën e të bërit biznes. Në Shqipëri mungojnë kooperativat. Është e vështirë bashkëpunimi midis fermerëve, dhe ky modeli i certifikimit në një farë mënyrë na ka dhënë mësime se duke ndjekur praktika dhe protokolle të qarta në prodhimin, në tregtimin, në menaxhimin e produktit, në mënyrën se si bashkëpunojmë me njëri tjetrin, ne mund të dalim banë për të ofruar një produkt i cili është i konkurrueshëm, një produkt i cili mund të aksesojë tregje. Dhe aktualisht ne jemi në pozicionin që kërkesa ka shumë në treg, por shumë eksportues tashmë janë akoma më vizionar, ata përshikojnë cilat tregje janë me elitar, cilat tregje ne duhet orientohemi, sepse Shqipëria nuk është një vend që ofron sasi prodhimi të mëdha siç është Spanja, Maroku e të tjera. Por ne atë produktin ton duhet japim vlerë, duke certifikuar dhe duke tregtuar në tregjet elitar. Turizmi është një mundësi tjetër
e cila kërkon sfida të reja, kërkon investime që këta eksportues, këta prodhues ti përgjigjen dhe këti zhvillimi shumë interesant që ne t'i shërbim turistë vendas me produkte lokale, me produkte që janë të garantuara për cilësinë e tjera. Pasi është i lidhur dhe me vizionin që ka Shqipëria. Shqipëria në një vend i sigurt, jo vetëm në aspektin e sigurisë individuale, por dhe në aspektin e sigurisë ushqimore. Jemi në rrugën e duhur, është Shqipëria në rrugën që duhet për të pozicionuar si një vend, jo vetëm që e shohin turistët për të ardhur, për të kaluar pushimet, një destinacion që në fakt po bëhet atraktiv, por edhe për të patur siguri pikërisht për këta ushqime, por edhe për këta prodhues fermer që më pas janë pikat e grumbullimit deri te eksporti, që mos kemi dhe rastet përsëritura si mandarinat apo tjera produkte shqiptare që janë kthyer mbrapsht. Po, vërtet, shpesh herë Helvetasi ka dhënë një ndikim në disa nga këto drejtimet në stimulimin e certifikimeve, standardeve, duke ndjekur vërtet ata, po themi, aktorë të biznesit privat që donin të ndërmenin një iniciativë të re. Pra, nuk janë ide që ju janë imponuar, por ide që ne kemi mbështetur si ide inovative. Dhe certifikimi ka qenë një hap shumë i rëndësishëm. Pasi duke ndjekur praktika shumë të sigurta, duke ndjekur procedura shumë të qarta, ti bësh ose ul risjet, jo vetëm duke eksportuar në Bashkimin Evropian, por edhe në vendet fqinje. Pasi tashmë është një realitet që vendet fqinje, siç është Serbia e tjera, kërkojnë analiza. Dhe në momentin që ti ke produktin me mbetje, këto janë një precedent për të kthyer dhe për të pasur penalitete. Kështu që certifikimi i produkteve të siguron mundësinë që ti të kesh gjumërshmëri si eksportues dhe vërtet që të ndash dhe përgjegjësinë. Ti nuk ke mundësi të kontrollosh çdo kilogram domate që eksportohet, çdo kilogram domate që ti merr nga fermerët. Kjo është e pamundur në asnjë vend të botës. Por ti ke protokolle të qarta se si i monitoron, si i këshillon këta fermerë nëpërmjet një qendre menaxhimi cilësie. Dhe shumë për këta eksportues ja kanë dalë duke ngritur qendra menaxhimi cilësie të përbëra me agronom, me specialist, që ndjekin jo vetëm procesin e certifikimit, por dhe procesin se si të garantoj një produkt cilësor dhe pa risja, të uljen risjet. Dhe kjo praktike mirë, pra kjo qendër menaxhimi cilësie, na ka vletur për të eksportuar dhe më mirë dhe në mënyrë më të qëndrueshme tek vendet fqinje. Pasi dhe këto janë tregje të rëndësishme për ne. Gjithashtu, një hap shumë i rëndësishëm shikojmë zhvillimin në tregun vendas që ka të bëjë me rrjetet e supermarketeve. Shikojmë interesin e rrjeteve ndërkombëtare të supermarketeve. Nuk do të përmend emra për efekt të konkurrencës, por rrjetet ndërkombëtare të cilat duan të hapin deg në Shqipëri. Patjetër që këto rrjete supermarketesh do sjellin dhe ndryshime shumë të mëdha në aspektin e kërkesave, në aspektin e cilësisë, sigurisë ushqimore, sepse kanë të njëjtë politika në vendet e tjera ku operojnë. Kjo do përbëjë dhe është një aspekt që do nxiti më shumë siguri ushqimore, po themi në aspektin e frutave e perimeve. Gjithashtu ne jemi vend kandidat për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Po themi adaptimi i ligjeve me ligjet që janë në Bashkimin Evropian është një proces i vështirë. Është një proces që do ketë efekte tek biznesi privat, tek fermerët, siç kanë pasur dhe sfidat dhe vendet fqinje. Kështu që fermerët tanë, eksportuesit, duhet të përgatiten për të standardet e reja, por to kërkesa që janë nga vetë ky tregu i Bashkimit Evropian që kanë të bëjnë me lidhjen me kërkesat për sigurinë ushqimore, me sisteme gjumërshmërie dhe sisteme menaxhimi. Pra, ne nuk duhet të presim që të ndodhë ai moment, duhet jemi të përgatitur. Shpesh herë shteti nuk të imponon standardet apo kërkesat mandatore, duke bërë dhe penalitetet e nevojshme, por unë them që është më e rëndësishme që biznesi privat të kuptoj rëndësinë e këtyre standardeve, të kuptoj që ne duhet jemi kompetitiv me vendet të tjera që janë pjesë e këtij tregut të Bashkimit Evropian. Dhe pikërisht si ndikon certifikimi dhe në ndërgjegjësimin e konsumatorëve dhe për të bërë edhe produktet edhe më të besueshme? Po, vërtet që ju prekët një temë shumë të rëndësishme. Pra, rëndësia e certifikimit është jo thjesht për të eksportuar, për të pasur një lloj mundësie për të lidhur marrëveshje tregtare, por në fundit sidomos klientët evropian janë të ndërgjegjësuar dhe ata kërkojnë gjithmonë standarde dhe certifikime. Dhe këto ju japin më shumë besueshmëri. Dhe duke qenë që jemi një vend i vogël,
ndoshta reputacioni ka nevojë që të përmirësohet akoma, certifikimi na afron më shumë me këta blerës, me këto tregje, duke krijuar një besim më të lartë, duke përmirësuar imazhin e Shqipërisë. Në 2018 kishëm vetëm 45 hektarë të certifikuar me Global Gap. Sot jemi mbi 700 hektarë. Është një hap i rëndësishëm, është një fillim i mirë, do kohën e saj çdo proces. Në fundit janë certifikime vullnetare që kërkohen nga tregjet elitare. Ka eksportues që po eksportojnë tashmë, i rinovojnë certifikatat çdo vit dhe kanë rritur të bashkëpunimi me fermerët, që është rëndësishme. Shumë për eksportuesve e shikonin marrëdhënien me fermerin vetëm momentin e dorëzimit të produktit. Tashmë kjo marrëdhënie është për gjatë gjithë vitit, sepse shumë eksportues tashmë po i asistojnë fermerët duke ofruar shërbime, këshillime agronomike, duke asistuar gjatë gjithë procesit nga kultivimi deri në vjeljen e produktit. Kjo për të garantuar vërtet një marrëdhënie afatgjatë, për të garantuar cilësinë dhe përmbushjen e tyre kërkesave që kërkojnë tregjet e Bashkimit Evropian. Dhe si shikoni të ardhmen e zhvillimit të agrobiznesit në Shqipëri? Ka indikatorë që na bëjnë që të kuptojmë që ne jemi një vend atraktiv dhe për investimet të huaja. Disa prej kompanive ndërkombëtare kanë menduar të investojnë në Shqipëri, duke ngritur pika grumbullimi, investimet të tjera, dhe ky mund të jetë një zhvillim pozitiv, por do ndikojë edhe në konkurrencën e brendshme. Pra, eksportuesit lokal do të kuptojnë që nëse nuk përmirësohen me standarde, nëse nuk investojnë në makineri, përpunimi, selektimi, emballazhimi e të tjera, do përballemi nesër dhe me konkurrencë të kompanive të ndryshme që mund të investojnë në Shqipëri, dhe këtë tregun që ne kemi mund ta ndërmarrin këto kompanitë e huaja. Është zhvillim pozitiv, por ka dhe efekte për biznesin vendas. Kështu që Shqipëria pa diskutim ka avantazh të madh konkurrues për sa i përket klimës, tokës, ajrit, kushteve atmosferike, vendodhjes tonë afër me tregjeve. Këto avantazhe duhet t'i shfrytëzojnë në mënyrë maksimale, sepse kjo vërtet është një kohë shumë e artë për vendin tonë, e cila përballet me një kërkesë shumë të madhe për këto produktet, fruta, perimet e të tjera. Duhet shfrytëzuar maksimalisht, duke pasur parasysh dhe vështirësitë që ka sektori, qoftë sektori turizmi, qoftë sektori agros, me forcën punëtore, me kostot e shtuara. Ka nevojë patjetër për më shumë vëmendje dhe më shumë subvencione dhe nga institucionet publike. Pra, praktikat e mira për një mirë menaxhim, po thoni ju, për të shfrytëzuar këtë potencial të madh që dhe resurset që ka vendi ynë. Po, dhe aspekti tjetër i rëndësishëm është aspekti mjedisit. Si në sektorin e turizmit dhe në agros, ne përballemi me efektin në mjedis. Dhe efekti në mjedis është lidhet me burimet tona natyrore. Burimet tona natyrore nuk janë të pakufizuara. Janë të kufizuara dhe ne do të kujdesim për to resurset. Prandaj dhe certifikimet kanë një fokus shumë të madh tek ruajtja e mjedisit, e biodiversitetit, e praktikave të mira, për të ruajtur këto burime natyrore, qoftë për tokën, qoftë për ujin, me menaxhimin e tokës, të ujit dhe praktikave të tjera që lidhen me mbetjen. Kjo për të pasur një sektor që do vazhdoj gjatë, të jetë kompetitiv dhe na shërbej dhe gjithë brezave. Dhe për të qenë sa më konkurrues pikërisht për këto produkte bujqësore që ne kemi, çfarë duhet të bëjnë vetë, që nga fermeri, por e gjithë zinxhiri, që grumbulluesi, përpunuesi dhe më pas edhe dalja në treg? Ajo që do thosha, ne kemi një treg, po themi, të garantuar. Dhe kjo do të inspiroj shumë të rinjt që të shikojnë këtë mundësinë e punësimit apo të vetë punësimit në këto dy sektorë, në turizëm dhe në agro. Oportunitetet janë shumë të mëdha në të dyja sektorët. Patjetër që ka nevojë për të ndjekur praktika dhe eksperienca të cilat vendet në zhvillim apo vendet që janë të suksesshëm i ndjekin. Pra, ne nuk duhet të shpikim rrotën, këto praktika ekzistojnë, praktikat e mira, qoftë praktika duke ndjekur certifikimet, pra nëse një treg na kërkon certifikime, ne duhet shkojmë të ato certifikimet, sepse janë kërkesë. Pra, duhet orientohesh te kërkesa, çfarë kërkon tregu, çfarë kërkon ai
kush është objektivi i sipërmarrësit, i eksportuesit. Nëse është një vend elitar i cili kërkon standardet që ka të bëjnë me trafikimin Global Gap, apo organik, apo standardet tjera sociale dhe mjedisore, duhet të shkojnë këto standarde sepse nuk janë të pamundura. Tashmë në Shqipëri ka shumë ekspert të cilët janë mbështetur dhe nga Helveta si për të pasur kapacitetet në vend, që të ofrojnë shërbime me konsulence, të ofrojnë shërbime për të asistuar këto eksportues dhe fermerë në mënyrë që këta të implementojnë këto standarde dhe certifikime. Pra, është një patjetër që ka sfida, por është një oportunitet. Janë të dy sektorët që janë në rritje dhe ka një oportunitet shumë të madh. Dhe zhvillimi i teknologjisë si mund ta bëj më të suksesshëm? Po, se padashja haruam pjesën e investime, pra çdo zhvillim kërkon investime. Nëse i rikthehemi prap në 2018, pothuajse një apo dy eksportues kishin makineri selektimi dhe përpunimi. Dhe çdo gjë bëhesh në mënyrë manuale. Falti orientimi drejt treggjeve me vlerë të lartë, eksporti në Gjermani, Austri, Zvicër, Francë e në gjerë, këto kompani e panë që është shumë e rëndësishme të investosh në makineri, në pajisje, të cilat përmbushin kërkesat që kërkon ky treg. Qoftë në standardet që kanë të bëjnë me standardet e cilësisë, në standardet e paketimit, në lidhje me pra kërkesat e produktit, dhe kjo nga ana tjetër ju dha kurajo për të investuar, sepse ishën tregje elitare, por ata realizuan fundit dhe një përmbushje të këtyre kërkesave, por gjithashtu dhe uljen të kostove të forcës punëtore. Pra, investimet të tilla, falë dhe investimeve dhe financimeve nga i parti, kanë qenë gjithmonë në rritje. Ka akoma shumë nevojë për investime të tjera në pjesën e magazinave, në pjesën e selektimit, me makineri selektim, makinerit të ndryshme që përdoren, që bëjnë automatizimin e shumë proceseve, në sisteme gjurmëshërie digitale. Tashmë janë 2-3 kompani të cilat kanë filluar të ofrojnë gjurmëshërinë digitale në sektorin e agros, fruta, perime dhe bimë medicinale. Ka akoma nevojë për investime në nivel ferme, për të ulur kostot dhe për të qenë kompetitiv me atë cilësi që ne ofrojmë dhe standarde që kërkohen. Dhe kjo qasje smart, këto praktika të mira, ky potencial i madh që kemi, si duhet të harmonizohen së bashku, ndërkohë edhe për t'i bërë jo vetëm të rinj, por edhe emigrantët për të ardhur dhe për të punuar në turizëm dhe agrobiznes? Teknologjia dhe zgjidhjet smart janë shumë atraktive për të rinjt. Dhe vërtet që të rinjt tanë kanë shumë ide në këtë fushë dhe i vinë në ndihmë sektorit duke ofruar këto alternativa. Kemi kompani që operojnë në fushën e dronëve, kemi kompani që kanë zhvilluar software, startupe të ndryshme, të cilat japin zgjidhje. Ka nevojë që këto të promovohen më shumë, ka nevojë për më shumë ndërgjegjësim. Nuk është e lehtë që fermerët në një moshë të madhe të përqafojnë teknologjitë e reja. Ka nevojë që brezi i ri, trashëgimtarët e tyre të ndërgjegjësohen për të zgjidhje dhe ka nevojë që ofruesit e teknologjive në fushën e digitalizimit, në fushën e smart solutions, duhet të jenë më afër biznesit. Pra, qoftë në promovimin e këtyre eventeve, qoftë në promovimin dhe lançimin e këtyre produkteve, duhet të jenë të gjitha në bazë pranë fermerëve të thjeshta për t'ja u bërë më të lehtë. Shpeshherë shikojmë startupe që promovohen në Tiranë, por ka shumë rëndësi që të shkojmë më afër fermave, më afër fermerëve. Dhe duke qenë se Shqipëria pret të bëhet shumë shpejt pjesë e Bashkimit Evropian, si e shikoni të ardhmen pikërisht të këtyre produkteve shqiptare dhe si mund të konkurrojmë ne me cilësinë? Patjetër që duke bërë pjesë e Bashkimit Evropian ka avantazhet shumë të mëdha, të cilat këto avantazhe ne duhet jemi të përgatitur ti shfrytëzojmë në mënyrë maksimale, qoftë në format e granteve dhe mbështetjeve që ofrohen nëpërmjet skemave të ndryshme, por duhet jemi të përgatitur për këto sepse kanë kërkesa dhe kushte. Gjithashtu, ne duhet jemi të ndërgjegjshëm dhe për sfidat që kanë të bërit pjesë në këtë tregun e Bashkimit Evropian, pasi përballemi me konkurrencë, përballemi me kërkesa
ligjore që kanë të bëjnë me standardet, me sigurinë ushqimore, me kërkesat mjedisore, me kërkesat për menaxhimin e ujit e të tjera, që dhe këto nuk janë shumë larg, ne duhet të përgatitemi. Duhet të mësojmë çfarë ka ndodhur me vendet të tjera që janë për pjesë e Bashkimit Evropian. Në shumë vende si Kroacia ka ndodhur një konsolidim i shumë fermave. Në Austri pati një rënje shumë madhe të fermave, sepse u pa arsyeshme që fermat të bashkoheshin, të konsolidoheshin, pasi kërkesat nga Bashkimi Evropian në standardet ishin shumë të larta. Kështu që ka shumë nevojë edhe konsolidimi i fermave, edhe bashkëpunimi, patjetër kooperativat janë një mundësi që fermerët së bashku mund të ngrenë kooperativat dhe të bashkëpunojmë. E di që është sfidë, por mund t'ja dalin. Ka shumë pozitiv të klaserave të ndryshme, qoftë në fushën e mandarinave, qoftë në fushën e perimeve të ndryshme, që kanë dalë, kanë ngritur, po themi, një klaser, një konsorcium, një lancë me njëri tjetrin, duke ofruar të njëjtin standard dhe të njëjtën cilësi, edhe duke u certifikuar dhe në grup. Ka shumë suksesi, mund të dalim. Jemi vërtet në portën e Bashkimit Evropian. Kemi afërsinë me tregjet, afërsinë dhe eksperiencën shumë të mirë në fushën e bujqësisë. Pra fermerët tanë janë shumë të përgatitur në aspektet agroteknologjike, por vërtet që kemi nevojë që ne të shfrytëzojmë maksimalisht këtë mundësi që po na jepet dhe do të na jepet në të ardhmen. Sigurisht bujqësia ka nevojë për më tepër mbështetje, jo vetëm për subvencione, por edhe për kredi. Do presim të hapet edhe Banka Shqiptare e Zhvillimit, e cila do të ofrojë edhe kredi për fermerët tanë. Zoti Osmani, unë të falenderoj që ishit me mua sot në studio. Faleminderit për bisedën shumë e vlerë që patëm së bashku dhe faleminderit vërtet që ngrini tema kaq të rëndësishme për bujqësinë, për turizmin dhe vërtet që bizneset kanë nevojë të dëgjojnë më shumë. Dhe faleminderit që jeni zëri i këtyre sektorëve shumë të rëndësishme në fushën mediatike. Kënaqësi që u kishim në studio, nderuar teleshikues, do të ndjekim një material dhe kthehemi me të ftuarin e dytë.